Unë në fakt interpelancën e kisha kërkuar me Ministrin e Financave, po ju, si që thash, nuk pyesni për kërkesat, nuk pyesni për rregulloren dhe vendosët që të ma jepni interpelancën me Ministrin e Ekonomisë. Tani unë them shqyr që pranuat interpelancën, se në përgjithësi interpelancat nuk i pranoni, kështu që po ngre pretendime se rrezikoj mos ta bëj fare interpelancën. Por nuk është në nderin e Ministrit të Financave të fshihet pas Ministres së Ekonomisë. Do ishte drejt dhe do tregonte burrëri nëse do dilte në interpelancë, do dilte përgjigje për çfarë ka bërë. Tani kthehemi te interpelanca. Zonja Ministre, tani çfarë bëjmë të zuri? Do përgjigjeni ju. Kam kërkuar këtë interpelancë në lidhje me Durana Park, zonja Ministre. Ky park do të ishte një park teknologjik, ku investorë të huaj dhe vendas do ndërtonin start-upe teknologjike, ku do krijoheshin biznese inovative dhe shërbime për perëndimin. Do ishte një park me të cilin ne do nderoheshim. Dhe ju premtuat qytetarëve shqiptar që për këtë qëllim duhet të premtojmë investitorëve të huaj dhe vendas që ata nuk do paguajnë taksa, do paguajnë 0 taksa, sepse kjo është mënyra e vetme që ata të zgjedhin të venë dhe të investojnë në Durana Park. S'mund t'ju kërkojmë investorëve të huaj, thatë ju 23% taksa, sepse ndryshe nuk vinë. Që kjo thatë shqiptarve, ju shqiptar do vazhdoni të paguani taksat, këta nuk do i paguajnë taksat, dhe kjo është e vetmja mënyrë që ata të vinë të investojnë. Tani, po çfarë ndodhi, zonja Ministre? Ky ishte projekti që ju reklamuat, duke si Silicon Valley. Ky ishte projekti në Durana Park. Ky është realiteti, zonja Ministre. Fush me lop. Ky është realiteti. Tani, në fakt, zonja Ministre, ju nuk u dorëzuat. Nuk e bëm dot këtë fizikisht, por mund ta bëjmë virtualisht. Dhe vendosët, morët edhe kolegen tuaj, drejtoreshën e korporatës shqiptare të investimeve, dhe ratë dakord që këtë që nuk bët dot fizikisht ta bënit virtualisht, sepse nuk mund të ndalonit projektin tuaj. Rastësisht, zonja Ministre, një muaj para se të hapeshin aplikimet për bizneset që të venin të regjistroheshin virtualisht, kuptohet, në Durana Park, Ermal Beqiri krijoi një shoqat me biznese në fushën e teknologjisë. Besoj se e njihni. Ermal Beqiri është i plotfuqishëm i tenderave të teknologjisë të Akshit. Dhe si përrasi, zonja Ministre, pjesa më e madhe e bizneseve të regjistruara në këtë shoqat u regjistruan në Durana Park. Rastësisht, 2/3 e bizneseve në listën që u regjistruan fiktivisht tek fusha, që ta ndiqni, zonja Ministre, këtu te fusha, u regjistruan të paktën 46 biznese virtualisht, nga të cilat të paktën 2/3 janë të Beqirit. Tani, praktikisht, ajo që zbuluam ishte që e gjithë kjo skem, që u ngrit gjoja për të tërhequr investorët strategjik, nuk ishte gjë tjetër veçse një skem mashtrimi. Një skem mashtrimi që t'jepte mundësinë Ermal Beqirit, Ergjys Agasit dhe Edlira Kërçanajt, që përveç se të merrte ato lekët nga arkat e shtetit nëpërmjet tenderave të Akshit, të kishte edhe mundësinë mos paguante asnjë taks. 0 taksa. Kjo ishte e gjithë skema. Tani, ajo që unë dua të di nga ju, zonja Ministre, është sa kompani janë regjistruar në Durana Park? E para. Sa janë kompanitë e lidhura me personat në arati dhe të akuzuar si pjesë e grupit struktural kriminal si Ermal Beqiri, Ergjys Agasi dhe Mirlinda Kërçanaj? Sa kanë përfituar këto kompani nga favorizimi me 0 taksa, 0 TVSH, 0 tatim fitimi
dhe zero tatim mbi pagat. Nëse i keni identifikuar kompanitë e Beqirit, Agazit dhe Kërçanait, a janë përjashtuar këto kompani nga ky projekt? Faleminderit, zotëri ministër.